Ja, kjo është pema më e lashtë, mijëra vjeçare në trojet shqiptare. Por që nuk ka asnjë shkresë, sepse nuk kemi historian që t'i studiojnë, të shkruajnë dhe të na i tregojnë. Keni monumente që nuk kanë histori, sepse nuk kemi historian të kësaj dege që t'i studiojë dhe t'i nxjerrë. Pra, kudo në botë po të shkojmë patjetër që do t'i shikojmë të dhënat e këtyre monumenteve. Ja, aty është edhe një monument tjetër, një pemë aty ku është gishti im, që është vetëm trungu sepse është prerë, por kjo Selvia, ja shikoni çfarë hapësire, çfarë gjerësie ka. Po ta krahasoj me ullirin më të vjetër që gjendet në Mal të Zi, që është ulliri më i lashtë, quhet ai që është 3500 vjeçar, që janë të dhënat dhe është si monument natyror dhe pikë turistike që edhe unë kam vizituar. Ai ullin nuk e ka këtë hapësirë që ka kjo Selvi, pra është më i vogël nga gjerësira, kështu që kjo duhet të jetë tek rreth 3500 dhe më tepër vite mbase. Edhe gjendet në fushkruj, mund se tek teqja e fushkrujës. Ja, kjo është pema. Dhe ja, dhe kjo është teqja. Teqja e fushkrujës, një nga teqja, se këtu janë 4 teqja. Dhe ky varri këtu i përket vitit 1443. Dhe këto freske që janë bërë mrapa diskutohet. Dhe kjo vjersha që ta shohim këtu së bashku, këtu është krimi e Sofra e Aliut, problem i botës jetimit. Marë ta marim, kush e mbolli mos e kortë, kush remin tokën e mbjellë, vneshtë, kush mbledh rrushin, njeni e ha, teatër e ban venë, teatër e pi, teatër i pihet. Sofra e Aliut, dashtuni e Haxhi Beqtar Çeveliut, shpresa e pasosun Tuli e Meli, kur nuk realizohet, është një ëndër me sy hapët. Trashëgimi, ku vete more i shkrete, të shkretoj atë që gjeqa. Kanë bërë sufra ser, ashtë sofre ditunis, dashnin e ka bes, bëju ju urtë, puno më mirë, ju do merë një piesë. Ashtë sofre rumbullakët që s'ka as fund as të parë, shiko vetën tënde mos bet nga drita i ndarë. Vajtimi për gjysh me met krutane. Një shtirë që shturi mari, shigjeta e rënkolli ti, ishte thanë qysh se pari, gjysh me metin na e ngriti. Fat o dorë tharë, pse punon kështu i marë, mos jetë çmendur a verbuar, hedh shigjet si i turbuar. Zgjete kërmë ti për gjoje, po godit dashin e majmë, zgjete vrime ku të shkoje, që vret skretër e prish stana. Dite djela, më pas dreke, afër mbrëmjes, ndaj perëndimit, shigjetën e pabesë shkrepe, rëzove kalan e trimit. Gjysh me medi, sa që gjallë, spunojti që punon t'i kurë, shëndron të punës me radhë, i mënqëm, i lehtë, burë. Riformonjës e ndërtonjës, sa harin gjuha të thuash, burë me famë buronjës, ti lëvdoje sa të duash. Udhët të mbare kish zënë e punon të nati ditë, kishte qëllime të shenjtë e rësiren të bënd të dritë. Qip e zisë kërë dëgjua, për mbi kruje hi e hodhi, derdhen lotët si krua nga beshikët që polli. Jo vetëm besnikët sa qena, po qanë të gjithë rameti, se gjyshin e kruje se gjenë na lëshoj Baba Mehmedi. Ndjesi e lavdi ju thoni, asaj dritës së fakuar, sa do zemrat si dëgjoni, vajtojnë të e kërkuar. Ike fluturove, zizat në sy në mbenë, teqe tyrbe i lëshove, qani atë gjysh me Medina. Mbaran loti dashtunis, jallë do harohet kurë, vallë do harohet kurë, nga mendimi njerëzis për një këtillë burë. Ju Baxhi e Muhibana, qani vajtoni për ditë, gjysh me med krutanë, smallën gjehet ajo ditë. Nuk pje letë zamani, një dritë kaq të thjeshtë,
si të përshkruaj Selmani, zotin Trim burrin e lashtë. Hëna e Rabiut të parë, ishte dita 12, ditë e dielme pas dreke, orët që leu profeti vetë. U nise nga Vlora, shkoje lumturisht në Gjirokastër dhe në zemër vajtoje gjysë Sulejman zemër pastrë. Tish udhëheqë Sirinisë, e keshe shok të pandarë, dhe në kohë të gjyshërisë, plak në dashun për të qarë. Në një burim kishit pirë të dy bashkë prej Sheftherit, arrite e u bë të dritë prej dorës Haxhi Hajderit. Fati ty në kur të vuri, aksidentalisht u vrave, të hu Turanit papritun në tum e në gjaku lave. Zemërdije se prisi jonë, hidhrimin e ka për jetë zakon, shino o borë të sheminiesë, gjyshi në gjak lyer qëndron. Si Hyseni këmb e krye, në tym e në gjak u leve, dëshmorëve u ka hije, na pikëllon vetëm neve. Hije nevet na dëshove, mu duke në sy një drita. Mirë se erdhe, s'më harove, djellë hënë bukur e drita. Me lot ndërsy i përdredhun, mora pendën në dora, për dashurin e për këdhelun, derdha vjesha që mu polla, të pashë vetë të gjallë, disa mendime më erdhen, zura vjeshat me radhë, si lule në letër u derdhen. Me vjeshat që mu shkrepna, erdha të stolis qivurë, të mos sharohesh për jeta, dhe me datë të ngjit gura. Datë e ndrimi tjetës suaj, me shkronja të Arabijës, gale dhilën me ureshtua, hyre në gjinë e Perëndisë. Unë bosh gota deri në buzë, sa së mban ma, ore keqe, ore ligë, që rëzon kalane trimta. Raja ëllu ila alel bejti e shmen Selima, tregohet data hënore për atë ditën e vajtimit. Ylli shtunit, ku er gjukon, Korbizi jeton steron, dhe sheni kërmë kërkon, gjysh Mehmeti na lëshon.